Tirana u shndërrua për një ditë në qendrën e energjisë digjitale dhe ideve të reja, fal konferencës All Web 2025, ngjarjes që bën bashk inovator, krijues, sipërmarrës dhe ekspert të teknologjisë nga rajoni dhe mëgjer. Në skenën e All Web 2025 u ngjitën folës ndërkombëtar nga fusha e teknologjisë, komunikimit dhe startupeve, të cilët ndan praktika suksesi, strategji të reja dhe perspektiva mbi transformimin digjital global. All Web është një event që bëhet një ditë, po një ditë në vit sepse është shumë i rëndësishëm sepse folësit vinë nga gjithë bota. Dhe për të sjellë këta folës kemi nevojë që të jemi si vend më promovuesi këtyre inovacioneve dhe për të thritur ato në një ditë kemi nevojë për suportin e njerëzve dhe kompanive dhe profesionistëve që të duan të dëgjojnë këto fjalime. Kështu është diçka që vërtet ne na konsumon shumë kohë, por ama është diçka aq e bukur dhe e bëjmë me pasion sepse transmetojmë vlerë. Dhe kjo vlerë përkthehet në projekte shumë të rëndësishme që çdo biznes arrin të zbatojë në iniciativat e tyre. Fondacioni Mane ishte një nga mbështetësit kryesor të konferencës, duke konfirmuar edhe një herë rolin e tij si promotori i inovacionit, edukimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Fondacioni Mane vjen në All Web si një mbështetës i ideve të reja, nga çdo grup që vinë dhe në çdo fushë që ato mund të aplikohen. Gjatë vitit, bashkë me themeluesin Samir Mane, kemi zhvilluar disa programe ku të rinjt kanë dhënë zgjidhje aktuale për tema si inovacioni, qëndrueshmëria, krijimi apo dhe edukimi financiar. All Web është një rast shumë i mirë si konferencë rajonale që është për të gjetur talente të reja, ide të reja dhe pse jo projekte që mund të zbatohen në të ardhmen. All Web 2025 solli këtë vit ide, përvoja dhe vizione që frymëzuan bashkëpunimin dhe zhvillimin në fushat e teknologjisë, komunikimit dhe inovacionit. Ngjarja u shndërrua në një hapësirë reflektimi mbi të ardhmen digjitale, ku Fondacioni Mane dhe All Web krijuan një sinergji për të nxitur mendimin ndryshe dhe për të ndërtuar së bashku një të ardhme më të zgjuar, digjitale dhe të qëndrueshme.